Shumë prej shancave që ju japën atyne që janë pa martu i refuzojnë hala pa i sqaru mirë. Këshilla jam është musliman, maje me në qita shancë që t'jepet, këshyre si kur me kanë shanca e fundit që t'jepet ty për më martu. Dhe me thanë, gjdo ofertë që t'bahet për dikujna që e nje, prej një shokit, prej prindrëve tu, këshyre si kur me kanë shanca e fundit, dhe me thanë, vetëm qofë se nuk ban kur qysh, atërë mos u marto me ta. Por ndryshe, mos e lësho as në shansë për shkak se vjetë, shkojnë shumë shpejt, e mos u ba me një madhë me refuzu ofertat e tua, mundësit e tua, pa e sqaru mirë. Thamë edhe njerë, qofë se nuk ban, mirë po me refuzu veç ashtu, ose me llogarit, një mundësi që tu ka dhonë, si kur del me pi një kafe dhe kur gja, kjo nuk ban kështu. Çdo mundësi që t'jepet, sqarohe mirë, edhe vetëm qofë se kurse si nuk ban, mos e prano. Për ndryshe, mos e hop asnjë shansë për shkak se vjet shkojnë shumë shpejt. E mos martesa është fitne. Mos martesa është problem i madh i jote dhe i shoqërisë.